Dashi. Sot rutina do t'ju duket një pranve dhe çdo çast të përpiqeni ta ndryshoni, duke folur haptazi atë që ndjeni pa u droj, madje edhe nëse vërejtjet tuaja godasin pa e pasur qëllim. Për ju që jeni në një lidhje, andërrimtarët e zakonshëm do të jenë në hije, por ndikimi i Jupiterit do garantojë një atmosferë të ngrohtë dhe mjaft sensuale ndërmjet jush, ndërsa beqarët më në fund do përjetojnë përmbushjen e zemrës kur takojnë personin e ëndrave. Në punë, papriturat e shumta do t'ju detyrojnë të merrni një rol të ri, madje mund të pranoni edhe orë shtesë për të përmbushur sfidat, dhe për sa i përket financave, për të mbajtur bilancin me nivele të mira. Veproni me maturi dhe mos nxitoni të shpenzoni pa një plan të qartë. Demi. Sot do jeni jashtëzakonisht ambicioz dhe plot vetbesim, duke u përfshirë me gjithë shpirt në zgjidhjen e çdo problemi që del para jush, dhe përpjekjet e palodhura pritën të shpërblehen me sukses. Nëse keni një lidhje, do ndjeni një përmirësim të dukshëm në komunikim dhe do diskutoni me lehtësi edhe temat më delikate pa frikë, ndërsa beqarët do kenë mundësi të shumta për takime emocionuese që mund të çojnë shpejt drejt një lidhjeje serioze. Në punë, edhe pse nuk do merrni menjëherë përgjigje për të gjitha kërkesat, durimi dhe këmbëngulja do sjellin zgjidhje në momentin e duhur. Në planin financiar, ndryshimet do jenë pozitive dhe këshillohet të nisni kursime të vogla për çdo rast emergjent. Binjakë. Hëna dhe Neptuni bashkohen sot në favorin tuaj, duke ju mbrojtur nga vështirësitë dhe duke sjellë shumë emocione pozitive në jetën sentimentale. Nëse jeni në një lidhje, do rigjeni pasionin dhe sensualitetin që mungonin, dhe do harroni shpejt çdo mosmarrëveshje të fundit. Beqarët do jenë plot sharm dhe do të kenë fat në dashuri, por kujdesuni nga xhelozia e të tjerëve që mund të përpiqen t'ju prishin planet. Në punë, konkurenca do jetë e ashpër, por guximi dhe durimi do t'ju ndihmojnë të mos dorëzoheni. Në financa, do ju ofrohen shumë mundësi për të stabilizuar xhepat dhe as këmbëngulja nuk do ju mungojë. Gaforia. Dita nuk parashikohet e keqe, por her pas here mund t'ju kap në situata të pasqyruara. Në mëngjes, lidhja mund të duket e ftohtë, ndërkohë që pas ditës dhe në mbrëmje do kaloni momente të zjarrta dhe të paharrueshme që mund t'ju çojnë drejt kompromisit me një çështje delikate. Në punë, idetë tuaja brillante do ju ndihmojnë të kapërceni pengesat dhe të hidhni hapa para. Në planin financiar, do i zgjidhni shpejt vështirësitë dhe do merrni frymë lirisht, fal menaxhimit të zgjuar të ardhurave. Në mbrëmje, mos i neglizhoni intuitat tuaja të brendshme, sepse një detaj i vogël që do të vini re mund t'ju shpirë drejt një zgjidhjeje të papritur. Luani. Sot shmangni gjumin e tepërt dhe ndiqni dëshirat e zemrës, sepse asgjë dhe askush nuk mund t'ju ndalë kur veproni me pasion. Në lidhjen do përjetoni lumturi absolute pa debate apo tensione, ndaj përfitoni çdo çast, sepse jo të gjitha ditët janë të tilla. Beqarët duhet të jenë vigjilent në kërkim të personit të duhur dhe të mos nxitohen për të shmangur dhimbjet e panevojshme. Në punë, konkurenca do jetë e fortë, por përpjekjet tuaja mund t'ju çojnë aty ku dëshironi, veçanërisht nëse ëndërroni ndryshime të mëdha. Në financa, përmirësimet e dukshme ju lejojnë të bëni edhe ndonjë shpenzim ekstra. Virgjëresha. Edhe pse dielli do sjellë pak ngrohtësi, në shumë çaste do e keni të vështirë të merrni vendime pa marrë mendimin e të tjerëve. Kërkoni këshilla vetëm nga personat e besueshëm dhe mos i shpërfillni intuitën tuaj. Në dashuri, mbështetja e Venusit do ju bëjë të paharrueshëm për partnerin, duke nisur momente harmonike që do ju mbushin me kënaqësi. Beqarët kanë shanse të mëdha për të takuar shpirtin binjak, prandaj lëvizni me vëmendje sepse ai mund të shfaqet kur pak e prisni. Në punë, diskutimet me bashkëpunëtorët do ju ndihmojnë të rriteni profesionalisht dhe me paratë do veproni me kujdes dhe maturi, duke mbajtur buxhetin nën kontroll. Dëshorja. Hëna dhe dielli në kundërshtim do ju bëjnë të ndjeni të hutuar dhe të pasigurt për sa i përket zgjedhjeve sot, por nëse jeni në një lidhje, pranoni propozimet e detajuara të partnerit pa hezitim, sepse ai ka menduar çdo gjë për t'ju bërë të ndiheni në një ëndër. Beqarët mund të mbyllen në vetvete dhe të mos dinë çfarë të bëjnë, por një hap i vogël jashtë zonës së rehatisë mund të hapë dyrë të reja. Në punë do tregoheni shumë profesionist, por do t'jeni kundërshtar intrigant, ndaj ruani qetësinë. Me paratë, shpenzimet sot fillojnë të dobësohen, prandaj kontrolloni çdo blerje. Akrepi. Sot do ndjeni një nevojë për dominim dhe mund të harroni raste humanizmi në disa momente. Nëse jeni në një lidhje, mos u tregoni të pasinqert me partnerin, sepse edhe pse e doni pa mas, ai mund të lëndohet dhe të largohet përfundimisht. Beqarët nuk do kenë dëshirë të lidhin zemrat, por do flirtojnë pa u angazhuar, duke lënë indiferencë kur dikush u afrohet.
Në punë, mbështetja e Marsit do forcojë sigurinë në detyrat tuaja, por menaxhimi i financave kërkon vëmendje të madhe për t'i mbajtur në ekuilibër. Më vonë në ditë, një bisedë e shkurtër me një mik të vjetër mund t'ju rikujtojë vlerën e të ndirit i dëgjuar dhe i mbështetur. Shigjetari. Mërkuri sot do kujdeset pafund për ju, kështu që mund t'i besoni intuitës dhe frymëzimit që ju jep parashtër. Në një lidhje, askush dhe asnjë planet nuk do të rëndin dashurinë tuaj. Madje hëna do ndihmoj të shihni një të ardhme të ndritur së bashku. Beqarët mund të përjetojnë rikthimin e pasioneve të vjetra, ndërsa në punë, durimi është qelësi për të shmangur gabimet. Në financa, Plutoni do favorizojë bilancin dhe mund të shlyeni borxhet e akumuluara, duke ruajtur ekuilibrin e fituar. Mos harroni të festoni edhe arritjet e vogla sot, sepse çdo hap përpara meriton një moment mirënjohjeje. Britsjapi. Edhe pse mund të duket se jeni të qetë, sot do bëni përpjekje të mëdha për të avancuar dhe për të arritur synimet tuaja. Nëse jeni në një lidhje, mos fantazoni për ditë tjetër, sepse partneri ju do me gjithë zemër dhe kërkon të kalojë jetën me ju. Beqarët do përjetojnë ndryshime drastike, por me nxitim mund të humbasin mundësi, ndaj veproni me mend në kohë. Në punë, situata mund të jetë të trazuar, por besimi në vetvete do t'ju ndihmojë të mos dorëzoheni. Në planin financiar, disiplina do jetë aleati juaj më i fortë për të shmangur vështirësitë e panevojshme. Ujori. Venusi sot do dominojë jetën tuaj dhe do përmirësojë humorin, duke ju bërë të ndiheni rehat pranë partnerit që më në fund do marrë përgjegjësi dhe do ju bëjë një propozim intriguese. Beqarët do flirtojnë me disa persona, por ngurimi mund t'i ndalojë të shprehë ndjenjat. Në punë, edhe nëse gjërat duket se ecin mirë, keni nevojë për realizëm dhe për të shmangur nga vendimet të nxituara. Në planin financiar, dëgjojini këshillat e familjarëve, sepse përvoja e tyre do ju ndihmojë të ruani balancën e dorë. Mbrëmja sjell një energji të re krijuese, ndaj shfrytëzojini për të planifikuar projektet tuaja të ardhshme. Peshqit. Për shkak të kundërshtimit mes fatores Saturnit dhe Mërkurit, sot do ndjeni një impulsivitet të tepruar dhe mund të merrni rreziqe pa llogari. Nëse jeni në një lidhje, mendimi se partneri ju kufizon mund t'ju ngacmojë dhe t'ju bëjë të shpërtheni. Beqarët do kenë fat në dashuri për shkak të Venusit, duke takuar shpirtin binjak me potencial për seriozitet. Në punë do merrni një promovim që do ju motivojë, por konkurrentët e fortë në sektorin privat do kërkojnë që të bëni kujdes me çdo hap. Nëse shpenzoni pa maturi sot, bilanci financiar do të renditet ndjeshëm, ndaj shmangni vendimet e mëdha.